Gjuha dhe libri në vendlindjen na bashkon. Ishte motoja e aktivitetit letrar në sheshin e Tetovës. Organizatori Litera Group thotë se përmes librit dëshirojnë që të jenë më afër qytetarëve, konkretisht fëmijëve të moshës parashkollore dhe shkollore, duke nxitur fëmijët që të kenë libra në duar dhe të lexojnë. Qëllimi dhe ideja e këtij projekti rodhi nga ajo se na si shtëpi botuese realisht veç që krijojmë libra, kemi dashur që libri të jetë në duart e fëmijëve dhe ajo të jetë nxitje dhe stimulim që fëmijët sa më shumë të lexojnë. Gjithashtu fëmijëve ju prezantuan dhe vlerat e Tetovës, hapësirat e njohura të Tetovës dhe jo vetëm. Përveç librave të cilët na sot do t'i prezantojmë këtu në qytet në sheshin e Liria, do ketë edhe aktivitetet e tjera edukative për fëmijët, ku do prezantohet qyteti, do prezantohen vlerat, kulturat, traditat, për të cilët fëmijët realisht do të mësojnë nga afër ku ato vinë të vizitojnë vendlindjen edhe fëmijët të cilët jetojnë këtu për të parë se në cilin qytet ato realisht jetojnë dhe çfarë pasurish ka qyteti i tyre. Aktiviteti Gjuha dhe libri në vendlindjen na bashkon u zhvillua në kuadër të verës tetovare Tetova në fest dhe ishte një mundësi e mirë që shumë fëmijë në mesin e tyre dhe fëmijë të mërgjimtarëve të njihen me librin, por përmes tij dhe me qytetin e Tetovës.